një kafsh që e shohim gjithandej, po që gjithmonë me ligjet ndryshme është bërë thirrje për t'u vrarë, ndonë se ka pas një mospërputhje mes Ministrisë Ambientit, Ministrisë Pylltarisë dhe Bujqësisë, pastaj shoqatave të gjahtarëve se çfarë në fakt bëhet me këtë kafsh, dhe dikun kërkohet që të vritet, dikun ndalohet e kështu me radhë, po kur që nuk ka qenë konkrete se çfarë duhet bëjmë me to, mirë po ne e dim përgjigjen, dhe prandaj jemi këtu që t'ja thojmë të vërtetën. Le të fillojmë me një realitet se çfarë ndodhi në Yellowstone, në parkun më të madh në Amerikë, kur kjo kafsh ujku pra atje me ligj u trajtua si kafsh e panevojshme dhe kafsh e rrezikshme për parkun Yellowstone, dhe prandaj vendosën që ta eliminojnë thuajse të tërin këtë lloj kafsh apo ujkun, dhe brenda një periudhe çfarë ndodhi atje, ndodhi ajo që nuk e kishin pritur absolutisht as ata të cilët e kishin marrë atë vendim. Parku Yellowstone i ngjau një shkretire të vërtetë, sepse zinxhiri jesor pastaj u prish i tëri dhe kaprollët u rritën në një numër enorm të paparashikueshëm, jelks pra të cilët janë familje këtyre kaprollave, pastaj dhe numri bizonëve kështu me radhë, dhe çka bën këto kafsh atëherë hëngrën thuajse të gjitha vegetacion që ishin andej, të gjitha ato bim, të gjitha ato pemë, të gjitha ato degë të lisave, ato gjethe, dhe u prish i tër ekuilibri jetësor atje, pastaj u zhduk thuajse dhe kastori atje, sepse nuk kishte më degë, apo nuk kishtin se me çfarë ndërtonin diga, u rrit numri enorm i kojotave, pastaj kur u rrit numri enorm i kojotave, pastaj ata vranë thuajse të gjithë lepuj që ishin në atë zonë, edhe kështu thuajse u shkatrua gjithçka, pastaj dhe lument morën një pamje vërtet të trisht, sepse ku nuk ka gjethe, nuk ka drunj, pastaj nuk ka dhe ujor, pra nuk kanë dhe ata me çfarë të ushqen, sepse insektet kryesisht ushqen me gjethe, dhe ku nuk ka gjethe nuk ka as insekte, pastaj ku nuk ka insekte nuk ka dhe ujor, se s'kanë me çfarë të ushqen e kështu me radhë, pra u prish i krejt i gjithë ai ekuilibri jetësor, dhe shkencëtarët e panë se çfarë kanë gabuar, apo çfarë gabimi fatal kishin bërë, dhe prandaj u detyruan të japin miliona dhe të rikthejnë ujkun prap në ato ekosisteme në vitet e 90-ta. Pra kjo është kur nuk i ke apo nuk merresh me fakte shkencore dhe merr një vendim, e pastaj mund të kushtoj shumë shtrenjtë, siç ishte parku Yellowstone, e që në fakt kjo diçka e ngjashme do t'i kushtoj të gjithë botës nëse merret një vendim i tillë. Po le të fillojmë gradualisht për secilin nga to të tregojmë se çfarë kafshët grabiqare në realitet i duan ekosistemeve tona, pse ne nuk guxojmë asesi t'i vrasim, t'i eliminojnë ato, çfarë roli të rëndësishëm luajnë ato për neve, çfarë ndodh nëse i eliminojmë,